vazhdojmë më shumë. Prap, kë korelacion prap me Hagen në vërtet Është e përçarja, prof. Jo detyrimisht të ligjet. Është e përçarja që është shkaktuar në 2-3 vitet e fundit. E jashtëzakonshme është përçarja. Unë jam përfaqësoj shoqërinë civile, punoj me njerëz, punoj me komunitete lokale. Përçarja në popull është rezultat i narracionit politik të Albin Kurtit. Çka më shtue. Sa i përket, mendoj Këshuret nerin të thëni, dëgja, ne jemi në studio dhe do të thotë une nuk isha lidhë shtashti për tekst të kushtetutës. Që ku e kilë nerin të thëni, ku është legislacioni me interes vital. Jënë edhe një mori të vendimeve tjera të cilët gjykatës kushtetuse e kanë kry punën e vetë. Ata din me kry mirë punën. Nuk është serioze kja mu në studio televizive mu mundu me... Po, thodi qka që nuk qëndron, me keqardhe nuk qëndron. Sak qëndron. Për se cilën qështje duhet 2/3 e votave që i prek interesat e komuniteteve. Sigurisht që i prek edhe zgjedhja në kryetarit i prek interesat, sankcione për Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës është pikërisht. Lexoj të thëni. Mos shkojmë tash ti lexoj këto, lexoj ato se s'është serioze kjo debat. As të ndalimi i listës serbe, as i zotit Simić, absolutisht, sepse edhe nëse ndalohet me atë procesin çuçi parapave edhe ti, çuçi cekë edhe ti. Që është proces normal. Që është proces normal. Do të formohet një listë tjetër. Nuk është zgjidhjen të ndalimi asajna. Por se, ajo parti... Ku është zgjidhjen? Zgjidhja është... Me komesar politik, një gjyku njerëzita? Se cila parti e pakicave duhet me qenë bashkëpunuse. Dhe ti që pas ke qenë bashkë me atisarin, se nuk keni vendos me i dërgue përfaqësues të partive. Me i delegue, pse me i votue. Pse me i votue nëse dihet rezultati që kanë me votue deputet. Atër nuk kemi parlamentarizm. Nëse dihet rezultati i votimit deputetve, s'ka parlamentarizm. Ato përfundon parlamentarizm. Ndroj regullat. Ndroj regullat. Po pse e sol të ashtu, ti me atisarin. Unë me atisarin, të lutëm, ndëgja, ki marru me të thirë ty. Po,